Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur të përgatit një borek me djath, me petat e gatshme. Krejt që kanë nevojitin janë një paketim për 500 gram peta që janë edhe për baklava edhe janë për boreka. I blej tek turqit. Harçin e përgatiti me një vezë, djath 2 copa të mëdha, një lugë të gjellës me shmand edhe i përzina me peron. Krip si qes harqit sepse djathi e ka pra kripën e vet. Në anën tjetër i marrim 200 ml ujë mineral, një lugë të çajit me krip, edhe një gotë të çajit plot me vaj. Furrën e kom lshu me nxehtë temperaturë 220 gradë, tepsin e kom ly po ashtu me gjalp ose mundeni me ly me vaj. Sot ditë pushimi buk me dal me ble ka këtu bekeraj për ndryshe furra, por një borek kështu kërc shkon më mirë, sepse ftoft ira. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Marrim një enë, qesim kripën, ujë mineral po ujë petat, me gaz për ndryshe, edhe vajin. I përzina të gjitha, mundeni edhe me blu pak pra një tenxhere të vogël, arsyeja është veç me u tret kripa, por edhe kështu tretë derisa të përzina edhe harçin. Pra një vezë, djath edhe një lugë të gjellës shmand për ndryshe ojk. Përzina harçin mirë. Tashti marrim petat, të pësim pra kemi ly me gjalp, gjysmën e petës e lajna jashtë, të parën është fjala është rëndën e parë, edhe gjysmën, gjesim brenda, të cepat pra e lajna për jashtë gjysmës. Marrim këtë ujën e tharpë që kemi përzim me kripën edhe me vaj, edhe e lyna petat shto. Tash marrim petat edhe qështu i bojna i rrugën për ndryshe. Prapë marrim ujnë edhe i lagu mirë petat. Marrim harçin, kemi përgatit. Krejt harçin e qesim pra kështu mes. E shpërndajna. Mbasi i kemi ly pra mesin, e kemi qitë harçin edhe e kemi shpërnda. Tash i marrim prap gjysmën e petave tjera, pra gjysë përfundi njëren me djath pra me harç edhe
Gjysmën tjetër që jesim për mi. Do 5/4 shtë, ka 2-3 peta. Prap me ujin, me vajin, edhe kripën deri në fund. Marrim çdo qoshe tash të fundit, edhe këpusim çdo brenda. Do ke pajlu mirë në tepsi. Një petë lajna pra. Prap marrim ujin edhe lyna me vaj pra kështu. Marrim tash petën e fundit. E qesim për mi. E thena qoshet për fundi. Prap I lagëm dhe lyna tash me ujin edhe vajin për mi dhe me njëherë fusim tepsin pra në furrën e nxehur, temperaturë 220 gradë. Hek edhe borekun prej furrës, se kom pjek pra në temperaturë 220 gradë për 30 minuta. Tash e rrotullojna tepsin pra omash edhe e bojna prerjen. Mashallah, mashallah, e kemi rrotullu edhe tepsin dhe shifne çfarë boreku I rreshk që thash kërc të bojnë dham. Një borek me djath fantastik, se kështë të thonë me mish. Që bojna prerje. Ejte bismillah, kemi qitë për jashtë pak me po në bosh që shpo duket. Edhe bojna prerjen, tash, aj mashallah, mashallah.
Te e shikojna si duket pra nga brenda, e hekum një copë pra se pas ma prej që të mirë. Edhe e shifni se si duket pra tash po bje një reze dilit, e shifni fantastik. Kështu që kam ju knaq, neve na beft mirë, e juve po ashtu nëse e përgatitni. Deri në recetën e radhës nga kuzhina një të them miru, po fshim.